Allahu i madhruar, që është krijuesi i kësaj gjithësie, është pushteti edhe zotëruesi absolut. Dhe si të këtill ne duhet ta pranojmë edhe të kemi konsideratën ndaj tij. Lidhja në mes njeriut edhe Zotit funksionon në drejtimin vertikal. Dhe vetëm në këtë drejtim funksionon. Kur e kemi parasysh konceptin islam të kësaj lidhje, Islami konsideron se Zoti është lart, njeriu natyrshëm është poshtë, dhe në relacion me Allahun fuqiplot, njeriu duhet të përpiqet që të tregoj edhe të dëshmoj vetmohim të skajshëm, duke e ulur dhe përulur dhe nënshtruar veten e vet sa më tepër që është e mundur. Është hapi i parë ky hoxh para Allahut fuqiplot. Në vërtet ky është edhe hapi i parë dhe i dytë edhe i vazhdueshëm. Domethënë përulja ndaj Allahut fuqiplot është shpirti i lidhjes me Allahun, fryma. Nga se njeriu nuk e qet vetëm një herë këtë hap, mirë po njeriu këtë ndjenjen e nënshtrimit të vet, përjetimit të veçlisë së vet dhe madhështisë së Allahut njëkohësisht, për këtë ndjenjë ka nevojë në vazhdimsi, në çdo frymë. Mos flasim në çdo hap që e qet ose në çdo punë ose çdo ditë. Dhe kur njeriu organizohet në këtë formë, atëherë s'ka dyshim se me Allahun e madhruar i ka rregulluar raportet. Pse? Për arsye se e pranon autoritetin e Allahut prej lartë, ja pranon atij të drejtën për ta udhëzuar, të drejtën për të kërkuar prej tij gjëra, për të ndaluar atij gjëra e kështu me radhë, dhe mbi të gjitha njeriu e përjeton një mekanizëm interesant që është kënaqësia e Allahut fuqiplot, dhe ky fillon të brengoset për atë çka e kënaq Allahun. Dhe duke qenë se Allahu është i gjithëmshirshëm, që njerëzve u adon vetëm të mirën, atëherë Allahu është i mëshirshëm për gjithë njerëzimin, për të gjithë ata që jetojnë në këtë botë, dhe ti si besimtar, kur e ke breng, kur preokupohesh me atë çka e kënaq Allahun, e kupton se edhe në raportet tua në rrafshin horizontal me njerëzit tjerë, e kupton se një sjellje e jotja e mirë, një buzëqeshje, një bamirësi, një ndihmes, e çfarëdo natyre qoftë ajo, ndaj njerëzve të tjerë, shkakton kënaqësinë e Allahut fuqiplot, dhe në këtë rast ti sillesh ose çarkullon në të dy këto linja, atë vertikale dhe atë horizontale, i ekuilibruar, i balansuar, sillesh mirë me korrektësi me të gjithë, ndërsa synim e ke arritjen e kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Dhe në këtë rast, edhe nëse eventualisht dikush prej atyre që kanë status të njëjtë me ty, pra dikush prej njerëzve, nëse eventualisht nuk dit ta çmoj mirësinë tënde, ti prap nuk shqetësohesh për këtë punë. Dhe mu për këtë porosia e Islamit është që njeriu të mos e bëj kriter kryesor qëndrimin e tjerëve, atyre që qëndrojnë përballë teje. Ta themi, nëse ti dikujt i ke bë mirë edhe ai nuk është mirënjohës ndaj teje, ti tash ta ndërpresh bamirësinë tënde. Ose i ke bë mirë, ai ta kthen me të keq, ti prap ta ndërpresh. Jo, Islami preferon, do të thotë, bamirësi të një niveli shumë më të avancuar se kaq. Edhe kur s'ta çmon, edhe kur s'ta din, edhe kur nuk ta kthen me të mirë, por ndoshta mund ta kthej me të keq, ti prap je i thirrur që të vazhdosh me bamirësi. Për çfarë arsye? Për arsye se ajo lidhja jote prej nga ti e pret shpërblimin, nuk është njeriu i cili po përfiton prej bamirësisë tënde eventuale, por është Allahu fuqiplot i cili në asnjë mënyrë nuk e le pa të shpërblyer, pa të shpaguar.